Me një fjalë, sëmundja e Titos i bëri me dhimbje koke të gjithë këto vende. Dhe në këtë kohë u hodh ideja që Tito është duke vdekur, nuk di se ç'do bëhet mbrapa, mund të destabilizohet Jugosllavia dhe Shqipëria duhet të ishte gati për një ndërhyrje që t'i vinte në ndihmë Kosovës, se nuk e dinte asnjëri se çfarë do ndodhte. Do vazhdonte një rrugë paqësore. Pra në vitet 1980 flas. 80. Dhe kështu u ideua përgatitja e një force politike që mund dilte në formën e një partie në mbrojtje të Kosovës, ose krijimi i një force të armatosur në formën e gueriljeve. Dhe në 1980 ne kemi elementet e parë të kësaj ideje. Në Shqipëri vinë kosovar, militant, aktivist të ndryshëm, duke përfshirë Jusuf Grëvallën dhe e të tjerë që... Jusuf Grëvalla, kush ka qenë? Për ata që nuk e dim, flasim për ndoshta një gjenerat të re. Mund të themi... Se ne kemi lezuar, unë e kam... Mund të themi që ka qenë udhëheqësi i parë i asaj që u quajt më vonë UÇK. Pra, ai ka... Dhe Adem Jashari në çfarë vite ka? Adem Jashari doli në vitin 1990. Pra, është një gjenerat më vonë. Më vonë. U mendua Jusuf Grëvalla ka qenë në Shqipëri bashkë me bashkëpunëtorët e tij, mori idetë e para se si do organizohesh lëvizja në Kosovë dhe do piketoheshin çështjet kryesore të kësaj lëvizje. Dhe ai ndofta është takuar me Enver Hoxhën ose të tjerë këtu, kanë ndonjë një farë kohe dhe pastaj këta shkuan në Perëndim ku krijuan, si të thuash, bazat e tyre për një lëvizje çlirimtare në Kosovë. Natyrisht, shërbimet e fshehta jugoslave nuk i lejonin këto dhe i ndiqnin. A kishin informacione dhe ato? Ata i ndiqnin elementet kosovar që merreshin me këtë punë. Dhe arritën të i azgjësojnë Jusuf Grëvallën, të vllajin Kadri Zekën. Në Gjermani ata kishin një farë kohë që i studionin ku rrinin, ç'a bënin, këta konin e tjerë dhe i eliminuan. I eliminoi UDB-ja, shërbimi i fshehtë jugoslav. Kam parë shumë dhe ka goditur dhe shumë elemente të tjerë kosovar në Gjermani, në Zvicër e tjerë që mos lejonte të ngriheshin dhe të forconin një lëvizje të rregullt çlirimtare në Kosovë. Në këtë kohë, kur ishin këto diskutime, Enver Hoxha i jep direktivën Mehmet Sheut që të përgatitet një plan për ndërhyrje në Kosovë, e cila... Pra, e kemi zyrtare këtë. Kjo është zyrtare. Se ka shumë thonë kritika që Enver Hoxha shiti Kosovën. Për të folur është shumë më thjesht, sidomos flasin ata që nuk kanë asnjë njohuri në këtë drejtim, ose me qëllim të keq, ose nga padia. Në fundin e 1979-s, kur po pritesh të vdiste Tito, filloi përpunimi i këtij plani dhe zyrtarisht plani filloi në 13 janar 1980 dhe ju vu emri shpërthimi. Punuan në drejtimin me Mehmet Sheut, 2 nga ekspertët më të mirë që kishim ne asaj kohe, me një numër, domethënë shumë pak njerëz në mënyrë që të ruaj sekreti absolut i këtij plani. Ka qenë Malisa Dushi, zëvendës ministri i asaj kohe, dhe Veli Llakaj, shefi shtapit të përgjithshëm, të cilët në konsultë të vazhdueshme me Mehmet Sheun përpunuan dhe përgatitën planin shpërthimi. Çfarë parashikonte ky plan? Plani parashikonte që në një rast destabilizimi në Kosovë, qoftë politik, qoftë demonstrata, qoftë provokacione nga shtetet e tjera që me vdekjen e tij do të interesoheshin për të ndërhyrë në Kosovë, qoftë nga ndonjë agresion që mund të bënte Bashkimi Sovjetik për të ndërhyrë në Jugosllavi
për të forcuar pozitat e tij dhe për të vënë elementet që i interesonin atij, do krijohesh një gjendje trubullt dhe ne kishim mundësi dhe të drejtën politike dhe juridike për të ndërhyrë, për të mbrojtur popullin tonë. Kjo ishte ideja. Pra duhesh gjetur një shkak ose duhesh pritur një situatë e turbullt që të justifikohesh ndërhyrja jonë. Kuksi, një ndërhyrje të vogël. Kuksi prandaj u bë i gjithi, ishte një dalmi qytet edhe pak shkurtimisht te kjo. Kuksi, siç ishte lart, ishte edhe nën tokë. Nën tokë. Aty ishim. Është akoma. Është akoma. Megjithëse janë prishur shumë pajisje etj, por ekziston akoma, u ndërtuan tunele, spitale nën tokë deri te fabrikat e bukës. Pra Kuksi ishte i gjithi një qytet i ri, flasim gjithmonë. Qyteti i ri u bë, domethënë që është dhe sot një qendër e fuqishme e mbrojtur nga armët e dëmtimit në masë. Domethënë ka filluar që atëherë dhe është punuar gradualisht, kuptohet, një kohë të gjatë. Sa zgjatën punime dhe a e dinin qytetarë nuk dinin gjë, kanë folur. Deri në 1990 kanë vazhduar punimet në të gjitha drejtimet. Deri në 90. Pastaj pas 90-s u ndërpren gjithë llojet e punimeve, pastaj filloi ajo historia jon, prishja e çdo gjëje që ishte ndërtuar. Kështu plani u llogarit përfundonte gjatë 45 ditëve. Dhe çfarë parashikonte? Plani parashikonte që të ndërhynin forcat shqiptare në 3 drejtime. Forcat kryesore rreth 65% do të ishin në drejtim të Kosovës, 10-15% në drejtim të Maqedonisë dhe 10% në drejtim të Malit Zi. Ishim parashikuar që përveç ndërhyrjes tonë, aty të ishin ngritur njësitë guerilje, qetat e vogla që do ngriheshin në rajone të caktuara dhe ishin caktuar dhe vendet ku do furnizohen, ku do u vënë armët, njerëzit që do marrin pjesë të gjitha. Nga Kosova do angazhoheshin si fillim 30 deri në 40.000 veta dhe numri i luftëtarëve vendas do arrinte 150.000 veta. Pa ky ishte plani. Ky ishte plani. Nga neve do shkonin 220 deri në 230.000 veta që do ndërhynin dhe do krijohesh një ushtri e përbashkët kombëtare për të mbrojtur Kosovën. Njëkohësisht edhe këto pjesën shqiptare në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Një pyetje, sepse kam hasur shumë, tani gazetat nuk është se printojnë më, por kur ka qenë printi shumë aktiv dhe gazetat printoheshin, kishte shumë diskutime për etapa të ndryshme, sidomos ndihma që ka dhënë Shqipëria në krijimin e UÇK-s. Por te pjesa e vrasjes së Jusuf Gërvallës dhe eksponentëve të tjerë që ishte gjenerata e parë që erdhën u trajnuar. Këta ishin elementet e parë në Shqipëri. Por edhe arrestimi i Hashim Thaçit, se ka shumë njerëz që ndoshta nuk e dinë, Hashim Thaçi ishte arrestuar në Shqipëri gjatë viteve 90 bashkë me legjendarin Adem Jashari. Adem Jashari kanë qenë në burg këtu. Janë arrestuar 93-94 kanë qenë në burg. Nga shërbimi sekret, nga shiku i asaj kohe. Nga shteti i asaj kohe. Nga shteti i asaj kohe. Sepse zbatoheshin porositë që vinin nga Beogradi. Këta janë element të rrezikshëm për Jugosllavinë, prandaj do i dënonin dhe i futën në burg. Pikërisht këtë pyetje kam. Ka patur në informacionet tuaja, se këto janë informacione ndoshta klasifikuara dhe nuk ka dokumente, por ka patur depërtim të UDB-s në rrënjët e politikës shqiptare vitet 80, 90, 2000? UDB-ja ishte një shërbim i fshet shumë i fuqishëm. Domethënë vinte pas shërbimit të fshetë rus, KGB-s, dhe pas CIA-s. I treti llogaritesh UDB-ja jugoslave. Ata futeshin në forma nga më të ndryshme, është natyra e shërbimeve të fsheta për të marrë informacionet që i duhen shtetit të tij. Nuk ke pse e kundërshton ose të dashu. Po ata të themi disa të vërteta ose ai sa dihet. Domethënë kam qenë aktiv në Shqipëri ata? Kanë qenë aktiv, po këtu kishte një gjë që ata dekonspiroheshin shpejt sepse ne merrim informacione edhe nga Jugosllavia. Ne kishim shërbim të tillë që merrim të dhëna deri nga qeveria jugoslave, nga qendra në Beograd. Vinin informacione të ndryshme dhe këtu janë dekonspiruar, janë dënuar etj. Ka patur? Po, janë dënuar. Cilat vite janë dënuar nëse mbani mend? Ose kujtohen? Gjatë gjithë kohës.
Tani, ndërmjet dënimeve mund jenë dënuar dhe njerëz të pafajshëm, që ashtu se kanë shkuar me tjerë, por sigurimi jonë i godiste. Njëkohësisht ne kishim krijuar bazat tona informative për shembull në plani i shpërthimi llogaritesh që komandanti i divizionit të Kërçovës punonte për neve. Dhe ai kishte marrë përsipër që divizioni i tij, që ishte shumica me rezervisht shqiptar, t'i hapte rrugën ushtrisë shqiptare drejt Tetovës dhe Kosivarit dhe Strugës. Po flasim për shtetas maqedone apo shqiptar? Ai ishte shqiptar. Unë ja kam harruar emrin, ishte general. Ai kishte marrë përsipër që ka qenë patriot. Patriot. Me sulmin e parë që do bënte ushtria jon, ai divizioni do i hapte rrugën ushtrisë shqiptare që mos kishte asnjë pengesë në. Më ngasmoni pak që thatë Shqipëria ka patur agent që punojnë për sigurimin e shtetit edhe në qeverinë e Beogradit. Po, ne merrim informacione të plota gjatë gjithë kohës. Para se të bëhesh plani i shpërthimi, Kadria Zbiu, ministri i Brendshëm, në 1977-78, më duket, bën një studim të plot të gjendjes në Jugosllavi, sepse ju thash që pritesh titua të ikte me sot me nesër. Dhe një materiali mund të ketë qenë rreth 50 faqe,